Përshëndetje nga unë, Margarita. Sot do doja t'ju flisja për ato përvoja në jetë që na kanë ndryshu kaq shumë sa fjalët nuk mjaftojnë kur për ta përshkruar. Sot dua të flas për një moment tjetër, jo për ato momentet që na kanë thyer, por për ato momentin që unë e kam kuptuar se mund të rindërtoja veten time. Zakonisht ai ndryshimi fillon në heshtje, pa zhurmë, pa ndonjë skemë dramatike, por me një realizim të thjesht, duke përshpëritur aty brenda teje dhe duke të thënë, hey, ke diçka brenda që është shumë më e lartë se sa ajo jeta që ti po jeton tani. Dhe kaq ishte. Kjo ishte ajo shkëndija, ajo fjali e vetme që mbart tërë fuqinë për të të formuar ty dhe gjithë botën tënde. Ndoshta në jetë kemi kaluar zhgënjime, ndoshta kanë ndyshuar tek ne, ndoshta edhe kemi dështuar në diçka që e donim kaq shumë të bëhej. Por një ditë papritur zgjohesh dhe ti nuk e njeh më personin që shikon në pasqyrë. Papritur diçka aty hapet, për këtë radhë jo në mënyrë të dhimbshme, por në një mënyrë çliruese. Aty ti fillon ta largosh dyshimin, fillon të dëgjosh atë versionin më të mirë të vetes ku më parë ti e kishe injoruar dhe nuk e dëgjoje. Fillon të imagjinosh një jetë më të mirë që përputhet me atë që ti vërtet je, jo me atë që të kishin mësuar të tjerët. Dhe pikërisht aty fillon guximi. Sepse guximi nuk është i zhurmshëm. Guximi është ai momenti kur ti bën një hap përpara në jetë, në jetën tënde të re, pa e ditur se çfarë po të pret atje. Është ai vendimi për të zgjedhur atë rritjen mbi rehatin tënde, të ardhmen tënde mbi të kaluarën, vetveten mbi frikën. Çdo person që ti admiron e ka pasur këtë moment. Momentin kur e ka kuptuar se nuk mund të qëndrojë njëjtë. Dhe në vend që të ik nga ai ndryshim, përulet para atij ndryshimi dhe duke shtrënguar duart dhe edhe pse ka të dyshimin brenda në gjoks dhe edhe pse nuk ka asnjë garanci për këtë ndryshim. Transformimi ndodh në ato mendimet tuaja, në premtimin që i bën ti vetes tënde, në ato kufit që ti fillon të vendosësh, në realizimin e atyre ëndrave që gjatë gjithë kohës ti i ke shtyrë. Ndoshta momenti juaj është tashi. Jo sepse gjithçka është perfekte, jo. Jo sepse ti po ndjehesh gati, jo. Por sepse një pjesë aty brenda jush e di që jeta ka kaq kohë që po pret që ti ta marrësh këtë vendim për veten tënde. Nuk ke nevojë për leje. Nuk ke nevojë për asnjë shenjë tjetër. Fakti që ti po fillon të dëgjosh atë zërin tënd të brendshëm, do të thotë që tashmë ti po e ndjen ndryshimin. Prandaj besojeni, nderojeni dhe ndiqeni atë zë që po u lëret brenda jush, që ju të ndryshoni. Tregoni versionin tuaj të vërtet. Atë version për të cilin ju do jeni shumë krenar më vonë. Unë ju falenderoj që më dëgjoni dhe që më ndiqni. Ju uroj sot një ditë të mbar dhe shihemi nesër në live-in tjetër.